Vazhdojmë me ligjëratën që është nga mëkatet e mëdha, në serialin Mëkatet e mëdha nga Imam Adh-Dhahabiu rahimahullahu ta'ala, ku sot do të flasim për dy mëkate të cilat janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Janë mëkate të cilat nuk ka ndeje, nuk ka mexhlis, nuk ka vend që ulemi, që nuk janë prezent këta dy mëkate të mëdha, të cilat në syrin e njerëzve dhe në mendimet e tyre mendojnë se këta mëkate janë të thjeshta, mirë po tek Allahu Azza wa Jall është mëkat nga mëkatet e mëdha. Ne shpesh i argëtojmë mexhliset tona me këto mëkate, shpesh herë bëhet shkak këta mëkate në mesin ton që të qeshemi dhe të argëtohemi, mirë po ky mëkat është shumë mëkat i madh, e cila armën e madhe të cilët e kanë këta dy mëkate, të cila njëra prej tyre është në terminologjinë islame gibeti apo el-ghibe, përgojimi, dhe tjetra është en-nemime, të cilat është bartja e fjalëve. Këta dy mëkate e kanë një organ i cili është një armë e fuqishme që masakron, që vran, që hidhron, që prek zemrat, që prek shpirtat e njerëzve kur ndëgjon se njëri prej njerëzve është përgojuar apo njëri prej njerëzve ka bartur fjalë, ka bartur muhabete dhe i ka dërguar në zemrën e një personit që e ka lënduar shpirtin e tij, e ka lënduar zemrën e tij dhe është bë pastaj përçarja dhe është bë pastaj mesin e njerëzve hidhrimi i madh, që pastaj ka ndodhur dhe problemet që i sjell vetë ky mëkat i madh, i cili është përgojimi dhe bartja e fjalëve, vëllezër të nderuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dashur na tregon se e kemi një organ i cili është në trupin ton. Siç kanë thonë dietarët, Allahu Azza wa Jall nga urtësia e tij i ka krijuar shumë organe çift, sikur që i ka krijuar dy sy, sikur që i ka krijuar dy vesh, sikur që i ka krijuar dy duar, se i ka krijuar dy kam, dy buzë, mirë po e ka krijuar një gjuhë. Dhe si që thënë dietarët, e ka prangos, e ka mbyll me dy dyrë, e cila është dhëmbët dhe pastaj do të thotë buzët. Pse? Që njeriu të logjikon, që njeriu që shtojnë popullit ta përtip fjalën para se ta nxjerr. E kanë thonë njeriu është e posedon gjuhën e tij derisa në momentin e ka në kontroll. Në momentin që lëshohet kjo gjuha dhe del jashtë dhe del fjala, pastaj atë fjalë nuk mundesh më ta kthesh mbrapa. Dhe pasojat e saj janë aq të mëdha sa që ta shohim në fillim pejgamberi alayhi salatu wassalam siç na mëson neve në hadithet, në mësimet e tij. I tha Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu: "E muakhadhuna bima naqulu ya Rasulullah?" A do të llogaritemi tek Allahu Azza wa Jall për atë që flasim? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Thakilatka ummuk." Fa hal yaqubbu an-nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. O Muadh, a e din se shumë njerëzi që do t'i fut në xhehenem me fytyrat e tyre apo me kokat e tyre, do t'jetë shkaku i fjalëve që i nxjerr nga kjo gjuha, të cilët ne nuk ja vendojmë shumë vëmendjen e kësaj gjuhe, e cila bën masakre. Ne në agjërim tash, në muajin e Ramazanit agjërojmë nga ushqimet. Agjërojmë, nuk ham, nuk pim, mirë po shumë pak prej njerëzve agjërojnë nga gibeti. Njeri kur agjëron, duhet agjëron edhe me gjuhën e tij, duhet agjëron me sytë e tij, mos shikon haram, me veshët e tij mos ndëgjon haram, edhe të agjëron me gjuhën e tij, mos të masakron dhe mos të han mishin e vllaut të vet. Kur njeriu e përgojon një vlla, një musliman prej muslimanëve, dije se je duke angron mishin e tij. Për atë tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Çka po thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an? "Wa la yaktab ba'dukum ba'dan." Mos ta përgojon njëri tjetrin. "Wa la yaktab ba'dukum ba'dan. A yuridu ahadukum
e yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apo doni ndonjëri nga ju t'ja han mishin e vllaut të tij të vdekur, fakarihtumu, ju ke do ta urreni. Fattakullah, keni frikë Allahun. Allahu azza wa jall kështu po na mëson. Para mendoje vëllezër të nderuar. Kemi pas çdo njeri nga ne ndonjë xhenaze. Nëse një xhenaze kishte qenë tash në xhamin ton dhe ishte lajt ajo xhenazja dhe ishte sill me xhlisin ton dhe të kishmi thënë njëri nga ne ha tash nga kjo xhenazja mishin e kësaj xhenaze. Do të na kish ardhur ndoshta me vjell vetëm i thon me hangër një xhenazë e cila ka ndruar jetë, ka fillu që ti vjen edhe era të prishët. E ai i cili e han mishin e vllaut të vet të vdekur e ka krahasu Allahu azza wa jalla, ka barazu me atë njeri i cili flet në jo prezencën e vllaut të vet për diçka që ai e urren. Dhe këtë definicion na ka dhënë vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? E të drune me një lgibe, a e dini se qka është gibeti, a e dini se qka është përgojimi? Ata sahabët nga modestia dhe nga devotshmëria e tyre, vazhdimsi kur Muhamedi alayhi salatu wassalam i o parashtronte dhe një pyetje nga pyetjet e fesë, ata nga edepi, nga edukata, çka i thënin? Allahu wa rasuluhu alam. Allahu dhe i dërguari Allahut e din më së miri. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, dhikru akhake bima yakra. Përgojim është që ta përmendish vllaun tënd me atë cilësi që ai e urren. Mi thoni trash, i shkurt, i zaift, e cilësit ndryshme tjera, kur ti thush nuk ban me procedu kështu, thot po, hoxha nuk jam të janë gjitve, aja e ka çket cilësi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, atë cilësi që e ka vllavjot, mirë po e urren ai, që ti përmendet ajo cilësi të cilën e ka. Apo zdurohet shumë fol be ki, nuk bat be ki, ai i devere tash ki. Dhe na boje me xhlisin, nëse ja përmend atë cilësi, edhe nëse e ka cilësi, është gibet. E tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, po nëse nuk e ka ata, nëse nuk e ka cilësi, faqad bahatta atarkibo biftan, e ki shpik diçka që është më e madhe se sa gibeti. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, aktharu ma yudkhilu an-nara, më së shumti njerëzit që i fut në zjarr të xhenemit, tha al-fam wal-farj, më së shumti që i fut njeriu në zjarr të xhenemit, që prej punëve, prej veprave, që më shumë të njerëzit do t'i futen ditën e gjykimit në zjarr, është organi gjinital dhe gjuha. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men admana li ma bayna lihyetehi wa ma bayna fakhidhehi admanuhu al-janna. Ai që ma garanton mua ata e cila është mes di nofullave, apo mes di buzëve, dhe ajo e cila është mes di këmbëve, për organin gjinital, dhe për gjuhën, admanuhu al-janna, ja garantoj xhenetin atij personit. Pse? Se është një mëkat aq i madh, sa që dietarët thonë ky mëkat bëhet shkak shpesh herë me bo sherin dhe zullumin më të madh se çka mundet ta bën një magjistar. Se shpesh herë sehirbazi munohet me nda dy persona me bo sehr, mirë po sehri nuk rok. Ose sehri prishet, mirë po një njeri i cili ban gibet për çon fjalë, e prishën, thot, një bashorte me një bashort, e prish një familje që nuk mundet me e prishën magjistari sehirbazi për një vjet. Derisa një dietar në librin e tij të besimit, kitab të uhidit, e ka cekur në kapitullin e sehrit, e ka cekur edhe ai i cili ban përgojim dhe bart fjalë, e ka cek në sehr mrenda. Edhe janë habiti kanë thonë dietar, pse e ka përmend ki dietar i madh, çka ka të bëje gibeti, përgojimi, edhe bartja e fjalëve me sehrin. Kanë thonë se ç'ki përgojimi, edhe ky bartja e fjalëve bëhet
aq një armë e keqe që shkatron familje, shoqëri, dashamir, shok, më tepër se sa mundet që të bën një magjistar, një sejrbaz i cili mundohet domethënë me bosh sherr në sipërfaqen e tokës. Domethënë kush është kjo? Kjo tregon se është me të vërtet një mëkat shumë i madh, një mëkat i cili shpesh herë ne flasim edhe nuk ja vendojmë shumë mendjen fjalës, mirë pa jo fjallë është atë që madhe, sa që ti shkatron veprat e tuja dhe bëhet çka ka jo fjallë me të fut në xhehenem. Kështu po thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima fi sakhatillah, njeriu flet ndonjë fjalë, nga fjalë që e hidhron Allahun azza wa jall, yulqi fi nari jahannam 70 kharifan au ab'adu ma bayna al-mashriq wal maghrib, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dukush e çet një fjalë nga gjuha e tij dhe nuk ja vendon mendjen shumë asaj fjale, thot fjalë e kot, fjalë thjesht, bëhet shkak që ajo fjala me hidhru Allahun azza wa jall dhe ta fut në zjarr të xhenemit 70 vjet, apo ta largon atë nga xheneti ashtu siç është larguar lindja dhe perëndimi. Ashtë larg. Wa inna rajul la yatakallamu bi kalima, ndoshta njeriu e flet një fjalë fi rid Allah, në kënaqësinë Allahut, yarfa'u fi darajati al-ula, e ngrit Allahu në grada të larta të xhenetit për një fjalë të mirë. Shpesh herë ndodh që ne nuk ja vëna mendjen. Shpesh herë kur pini çaj dhe nuk kemi në mezhlisin ton mish të thatë, atër fillojmë me bo gibet, me hangën mishin e njëri tjetrit, që e ka përshkujt Allahu sikur me hangën mishin e vllaut të të vdekur. E një ditë prej ditëve Muhamedi alayhi salatu wassalam i pa disa sahabe me një qash atje duke bisedu nërmes vete dhe i tha atina personit disa fjalë, e përgojoj njërin të tretë, dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam kur i ndërgjoi ata dy, u ngrit nga mezhlisi, heci deri me një vend që ishte një lugin, një proj, dhe e pa një gomar i rrotullisur aty, i fryer nga i ngordhur, dhe i tha ku shkon ata dy persona pak më herët që bisedonin. Tha këto jemi o i dërguari i Allahut. Tha zbrit një poshtë dhe hani nga kjo ngordhësina, nga ky gomari i ngordhur. Tha ja Rasulullah, kjo është gjë shumë e urrëti dhe është mëkat i madh dhe është haram me hangër ngordhësina. Tha kështu është edhe me hangër mishin vllaut tan të vdekur, është sikur me hangër edhe këtë gomarin i cili është i ngordhur këtu në këtë proj i cili është i hedhur. Çto e përshkujti Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mirë po, ne a duhet që do njerë të flasim? Apo nuk duhet të flasim me zhdiset tona asnjëherë? Jo, lejohet në të flasim gjërat dobishme, qofshin gjërat e ahiretit, qofshin edhe gjërat e dunjojës, të cilët kemi dobi nga tregtia, nga provojat tona, nga gjërat të cilët përfitojnë njerëzit, edhe kemi obligim të flasim në momente kur ndokush prej njerëzve ban gibet. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, urdhroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja, me çka? Me gjuhët tuaja, me dorën tuaj edhe me zemrat tuaja, wa dhalika adhafu liman, dhe ki imani është më i dobët. Nëse ti bëhet gibet, nëse në atë vend përgojohet dhe ti shun, bashka ngjitesh me ata në gjuna. Ti thonë s'kan fol, ti s'ki fol, ama nëse ti nuk e kishe ngue, nëse ti e kishe stopu, e kishe ndalën, nuk do të kishte mund ta vazhdon gjunahin mëkat. Do të ishte ndal aty ku është. Mirë po ti ke shujt, ai e ka vazhduar gjunahin, edhe ti se ke ndalën. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, në momente kur ka nevojë, njeriu të flet, ta kallzon hakun dhe nuk e flet hakun, kia shejtani orator. Shejtani orator është shejtani i cili nxit nga e keqja dhe nuk ndalet. E ka thonën, nëse ndonjë vend duhet me tregu hakin, e ti shun, është shejtani me mec. Pse? Se ati ku dush me fol, ti nuk fol. Ati ku dush me shujt, ti fol. E duhet me fol në rastin situata që për me ndryshu të keqen në të mirë. Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam na tha që lejohet njeriu të flet në disa raste. Kur lejohet njeriu me bë gibet në thojza, është njeriu kur të threjtet ku në gjykat.
në gjykat dëshmitar, kur i është bë padrejtësi filonit, edhe thrasin që ti ta tregojsh të vërtetën, atëherë nuk mund të thuj që thuj, jo vallaj, nuk du të foli për disa cilësia, i ka bo disa probleme, disa gjunoja, disa gabime, po s'du t'ja përmeni se është gibet. Jo, këtu obligime ki me fol, nëse s'fol, këtu i e, qka? Këtu i e ai shetani i cili është Mehmet, peltek, i cili nuk flet, jo du të me fol këtu hakun, me e kallëzu të vërtetën. Edhe kur, kanë thonë djetarët, edhe kur një hoxh bidatxhi, apo një grup i muslimanve që pretendojnë se janë musliman, edhe flasin në emën të Allahut pa dituri, edhe shpifin bidate, shpifin risin fej, dhe i thirin njerëzit në bidat, dhe bidat i bëhet shkak për t'i deviju dhe për t'i çuar në zjarr xhenemit, obligim e ke me fol për cilësit e atij personit i cili me emër nëse ka nevojë që i devijon njerëzit dhe e përhap bidatin. Për ata njëri një dietar i kishte ardhur një dy persona dhe kishin dashur ta këshillojnë mos fol për filan hoxhe që kishin qenë koka e bidatit, që kishin thirrë njerëzit në dalalet dhe në bidat. Ai hoxha i tha, unë do të flas se e kam obligim me tregu sunetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. E tha, e si do t'ishte puna nëse ata njerëzi do t'i kesh armiq në ditën e kiametit, që të dalin para Allah dhe thënë o Zot që ki person neve na ka bu gibet. Tha, për mua është ma e dashur dal ditën e gjykimit dhe ti kem ato përball se ta kem përball Muhamedin alayhis salatu wassalam dhe të thot, o ti dietar, ta dhash diturin dhe e ki ditë sunetin dhe nuk e ke mbrojt sunetin tem. Dhe nuk e ke luftu risijet që unë i kom porosit djetarët e haditit, djetarët e sunetit, që ta shpërndojnë sunetin dhe ta luftojnë, dhe më thonë, bidatin e cila i devion të thot njerëzit. Dhe e treta është e cila, kur njeriu e pyetin për dhe një vajzë, apo për një djalë për të martu, mos thuj këtu vallai gibes, du t'ja tregoj do se njeri është i shfrenum, pin alkohol, ose ban zina, ose ku e di unë xxx gjona tjera, jo dush m'ja tregue se e ke farz në këtë moment me bu gibet. Në farz e ki e në këtë moment m'ja tregue sepse ke dëshmi para Allahut Azza wa Jall. Po ashtu, bartësja e fjalëve bëhet aq shkaktare sa që ka thonë Allahu Azza wa Jall në librin e tij, prandaj mos dërgo asnjë betues, nënshmues shpifës që vetëm bart fjalë të huaja. Do të thonë, ai që i bart fjalë të huaja është një prej mëkateve të mëdha dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata al-namam, nuk do të hinë në xhenet kush bartësi i fjalëve. Pastaj tha pejgamberi alaihi salatu wasallam se bartësi i fjalëve dënohet edhe në varr. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, innahuma la yu'adhaban. Këto dy persona divore, këto dy persona që janë mrena këtu në varr, janë duke u dënu. E ka ditë pejgamberi alayhis salatu wasalam diçka nga gajbi që ju ka shpall nga Allahu azza xal, mi tregu disa dënime që i kemi treguar edhe në disa ligjërata tjera, me tregu se çka është domi i atyre njerëzve të cilët i batin fjalët, ata dënon edhe në varr. Amma ahaduhuma fa kana la yastanzi'u min bawli, njëri prej tyre kur urinonte nuk e kishte kujdes nga pastërtia e urinës, ai ashtu u falte. Që shumë pitonve ndalet dukun me një vend edhe prej në kome, edhe stërpikët këtë teshat, edhe me ato shkon falet. Vetëm për këtë që nuk e ka gajle, thot dënohet dhe i dyti, është në mem ai që i ka bart fjalë tek njerëzi. Këta dy dënohen varr për ta dy gjëra. Dhe për në fund, që më sa zgjati me përfundue, e tregon një dietar rastin që kishte ndodhur për çështjen e rrezikun e atij i cili bart fjalë. Thot, në kohët e hershme të muslimanëve ka pas mesin e muslimanëve robër. E ato robër, çka janë robërit? Robërit janë kompetenca jote sikur një mall i jot, që e shet e blen derisa ai të lirohet. Derisa ai është rob, ki drejt të shet, ki drejt të shërbeje dhe nuk ka ai drejt të kërkon pagesë, so është malli jot. Mirë po ki robi e kishte pas një cilësi shumë të keqe, e cila ka qenë bartësës i fjalëve.
Dhe i kishte shtiket zotrinë e vetë në shumë do situatat vështira, shkaku se i kishte bërë këtë muhabetet lafët. E kishte qitë në treg, edhe kishin arë me e pa, kanë pa i shnosh, i fort këtë, ka thonë që shika, ka thonë këtë si të mire i ka. Punëtor është, i vishëm është, i menqëm është, kreti ka, vesh një të ketë që e ka. Qka? Ka thonë i ban lafët. Ka thonë kur gjosë është kjo, së është problem. Ka thonë rrezikot që kjo. Ka thonë për qelë për punë qka të dush, për menqëri ku të dush, qoj qka të dush ki, vetëm ka thonë i ban lafët. A i ka thonë kolajnë shkjo punë. Ki para se me jashit atina i thotë, pendohë, mbollë morën mund qafë, mëse mërë dhe këtë rifin. Se prej regullove të shqit blerë, ose kur t'ja shesh një veturë, po të qetë qka, me ja tregu një defekt që e ka, që kjo defekt, defekti këtina është i ban fjallët. S'ka problem, thotë, e merë. Një javë ditë, sikleti, këshirë në tonë nuk ka pas situatë me njerëzit bërë të fjallë. E ka për sikleti, e ka për i zënati i vjetër, u ki kimën e ndronë zënatin se haron. Munon të shprap me bo diqka, s'ka banë të buri dhe të gruja. I thot gruës vetë, a ki një ki buri jotë, qka të dosh me bo? Thot, qka? Thot, ki buri jotë, do me marrë ditë në gruje. Më njëherë kësoj i ndrojtë qerja. Thot, ti mund është me besu mua. A më thot, unë e muj me ta vërtetu këtë, se vërtet ki do mu martue. Pa ma, ta ka zëjnë dhe një rrugdale se qish me marë puna që mos mu martu. Ka thonë, qka? Ka thonën mi i bon siher burit tanë që mu dashru burit të tete dhe mos me marë asë një gruje tjetër. Normal, gratë, kur vjede punët e burë, janis me i bo do budallakina, nuk i punon më truni, janis me emocione, me ndjenja me punue. Thot, e qka do të me bo? Thot, kur të bjere me flet natën, thot, nën mjekër të bash fund këto të kafiti, një kime duesh me brisk me shku mja këput. Ma bje muë, unë ja qej se irbazit, edhe kjo pun kryet. Thot, kollaj. Ta ma me shet që e ka bin të burive drejt, i thot, kjo gruja jote, diçka u ka bo këtë budale. Qka? Ka thonën natën, ka thonën sonte, ka me therë në fit burin te. Ka thonë, qish? Ka thonën, nëse s'beson ti, banu që jetu flet. Banu që jetu flet, hiq më s'fal kur gjo. Shkon normal, sikur kish ku qërë herë, banu me flet edhe më shelisit, ama më s'flej natën, se ka me tardë me brisk në fit ta dish. Kish se ne beson, tash. Thot, ani, më si folve shkur gjo, se e prish punën. Hiq më s'banu ti shkur. Tamam, bjen ki kishe me flet, i mbyll sit edhe pret. Aja e ngrata, do të shkojt ja këpute një kime, që të shkojt që burin e vetë të bojë. Tamam, kur i afrot në qafë edhe e shesin, i afrot me briskin, kap e kap për dore, tja do me më vra, jo s'du me të vra, jo du me të vra, a i gruja mos ka qka të bojë. Në atë moment ma thikën e mbit grune vetë. E mbit grune vetë, do ma thonë të për një me dhe ke me mit mu, ba si dhe ke me mit mund për të miti ti. Kur e merve që e ka mit, nuk nalët, shkon thot të familje e gruj, si thot, va ka një mitën robin a i buri. Pa kur një qëfar faj, e ka marrë thikën e ka mitën. Kur qohet familja e këti, e kësoj gruës, vinë dhe vrasin e mbytin këtë personin, shkon të këtë familja tjetër e burit i thot, quni se va kanë mit njerin juve. Thot, shtif familje përqarjet madhe në mesin atyre që i ka bardë, dhe me thonë fjallë, edhe shpesher, aj që i bardë të fjallë, edhe që ashtu e ka nga mlefi, nga gjelozia në shumicën e rastëve. Shumicën e rastëve gjelozon tek ajnë shumë dosene dhe i bardh fjallë dhe shpith dhe pastaj vendirit të përqarja, të vrasja, të mbytja. Ta shkjo ngjarje ndoshta shumë e hershme. Ka ndodhë kur ka ndodhë. Muhabeti i këtë kësoj ngjarjes është me marrë mësim se sa i damshëm është përgojimi, sa i damshëm është bartje e fjallëve, sa i damshëm është biftani shpithja. Allahu na ruajt nga ky ves i madh, nga ky mëkat i madh, nga përgojimi dhe nga bartja e fjalëve, na zbukuroft Allahu azza wa jall gjuhën tonë me dhikr, me përmendjen e Allahut, me leximin e Kuranit, me fjalë të bukura, me fjalë të mira, se Allahu azza wa jall po thot ilehi yas'adul kalimu tayyib, te Allahu ngritet fjala e mirë, kanë thënë Kurani, leximi, dhikri, duaja, ngritet tek Allahu azza wa jall dhe peshon shumë në peshorën e ditën e Kiametit. Allahu ju shpërbleft deri në takimin tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.